Agentët të Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolle me urdhë të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në banesën e ish-kreut të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Ergys Agasi. Me urdhër të prokurorit Bledar Maksuti, janë ushtruar kontrolle në banesën dhe bizneset e tij në Durrës dhe në Tiranë, por ende nuk ka asnjë njoftim zyrtar lidhur me aksionin e zhvilluar nga SPAK. Po ashtu, nuk dihet se përse akuzohet Agasi. Ndërkohë, burime jo zyrtare në media të tjera raportojnë se ka pasur edhe urdhër areste të prera nga SPAK, por nuk dihet me saktësi nëse kanë arrestuar apo jo Ergys Agasin apo persona të tjerë. Ergys Agasi është një biznesmen nga Durrësi, djali i ish-deputetit socialist Bardyl Agasi, i cili ka qenë sekretari i Partisë Socialiste në kohën kur kjo forcë politike drejtohej nga Fatos Nano. Edhe pse jati ka qenë socialist, në skenën politike Ergys Agasi u integrua asa kohe në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ai ka mbajtur postin e kreut të Inspektoriatit të Mjedisit. Pas dorëheqjes, ai u integrua në strukturat e Partisë Socialiste. Por shumë kohë emri i tij nuk lakohej derisa u përdor nga disa eksponentë të opozitës. Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, ishte ndër të parat që kanë ngritur akuza publike ndaj Agasit. Madje për këtë të fundit tha se urdhëroi arrestimin e ish-bashkëshortit të saj, Ilir Meta. Po ashtu akuza ndaj Agasit ka ngritur edhe ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Gjatë një interviste për AI3, Ahmetaj pretendonte se Agasi ishte koordinatori që drejtonte bandat kriminale dhe i përdorte në favor të majorancës për zgjedhje. Ndërkohë që ndaj tij nuk kanë munguar përmendjet as nga kryedemokrati Sali Berisha. Edhe ky i fundit e ka akuzuar Agasin si person të lidhur me bandat që operojnë në Durrës. Deri më tani për të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij, Agasi ka zgjedhur që të mos i kthejë kurrë një përgjigje publike, por kjo nuk e ka ndihmuar që të mos jetë në çdo denoncim të opozitës, sidomos gjatë zgjedhjeve parlamentare të majit.